Janë zbardhur letrat e betimit që të 9 deputetët e rinj të listës serbe refuzuan t'i firmosin brenda sallës së kuvendit, ku mund të xhiroheshin nga kamerat. Me firmën e vënë në tekstin e shkruar në serbisht, ata janë deklaruar si ligjvënës të Republikës dhe janë zotuar se do të punojnë në interes të shtetit të Kosovës dhe të ruajtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të saj. 4 nga ta në letrën e betimit i shkruan emrat në alfabetin cirilik. Njëra prej deputeteve të partisë që mban lidhje të forta me Serbinë ka gabuar datën. Liliana Stefanović shkroi numrin 5 në vend të 4 për ta treguar muajin. Gabime të natyrave të ndryshme bën edhe kolegët e saj shqiptar në 3 hapësirat që duhej t'i plotësonin me dorëshkrim. Në letrën e betimit, deputetëve u është kërkuar të shkruajnë jo më shumë se emrin dhe mbiemrin e tyre, ta vënë në nënshkrimin dhe ta vendosin datën e betimit. Shumë ligjvënës nuk u kanë qëndruar besnik rregullave gramatikore kur kanë përdorur shkronjat e mëdha të shtypit. Akademiku i vetëm i kuvendit Kujtim Shala, që është i specializuar në letërsinë moderne, në teori letrare, forma letrare dhe në estetik, ka vendosur pikë mbi 2 shkronja të mëdha të shtypit, I dhe J. Të njëjtin gabim e kanë bërë edhe rreth 20 deputete, në mesin e tyre dhe ministrat në detyrë, Faton Peci, Ejup Maqedonci, Elbert Krasniqi e zëvendës ministrja Liza Gashi. Emri i ministrës që udhëhoqi 4 vjet Ministrinë e Arsimit, Arberie Nagafci, është vështirë i lexueshëm. Ministri në detyrë i financave Hekuran Murati është treguar kursimtar edhe në tekstin e betimit. Është prej deputetëve që ka përdorur fontin më të vogël. Disa nga deputetët e nisën mbiemrin me shkronja të vogla, disa futën shkronja të mëdha në mes, e të tjerë i harruan disa germa. Disa ngatruan edhe datat. Më të kujdesshmit janë treguar liderët partijak. Në letrat e betimit të tyre munguan gabimet e disa nga ta demonstruan shkaftësitë në stilizim. Deputetët e bën betimin më 19 prill në tentimin e tretë për ta konstituuar legjislaturën e re. Seanca konstituive ende nuk është përfunduar.